Nisma për takimin e Panpogonitëve ka filluar para 5 vitesh, si bashkëpunimi midis Bashkisë së Dropullit dhe Bashkisë së Pogonit në rajonin e Janinës. Edicionet e takimeve të Panpogonitëve zhvillohen me vajtëardhje midis Pogonit ton dhe Pogonit në Republikën e Greqisë. Si vjet, e kishte radhën qendra e njësisë administrative të Pogonit fshati Poliçan. Përveç organizatorëve, kryetarët e bashkive Dropull dhe Pogoni Janinës, zoti Dimitraj Ktoli dhe zoti Konstantinos Kapsalis, takimin e përshëndetën deputet parlamentit grek nga Janina, eurodeputet Partisë Demokracia e Re, përfaqësues të trupit diplomatik si dhe përfaqësues shoqatave që zhvillojnë aktivitet nga dy anë të kufirit. Mesazhi që jep ky takimi është bashkëpunimi i dy bashkive për kulturën, për çdo gjë që na bashkon, më shumë është bashkëpunimi në projekteve për përmirësimin e rrugëve, që kjo zonë ka shumë të nevojshme, edhe politikanët që vinë dhe nga Greqia dhe nga Shqipëria duhet të japim një mesazh bashkëpunimi për të mbaruar këtë rrugë që ka filluar ende dhe po jemi në proces pune. Banorët e zonës e vlerësojnë shumë takimin e Poliçanit. Këto janë gjëra të cilat kanë vlerën e tyre. Ka vlerën e tyre se dy krajinat njihen më mirë, se zakonet e doket janë të gjitha një lloj për ne. Edhe mbetet që të bëhen vepra që të vim më afër njëra krahin me tjetër, se jemi një krahin e futur në thellësi të maleve dhe kemi vështirësi. Njëkohësisht, takimin e përshëndetën grupe artistike të zonës, të Bashkisë së Dropullit si dhe grupe artistike nga Greqia.